Nata e 15 e muajit të Shabanit, Allahu i lartësuar në këtë natë i shpëton njerëzit nga xhehenemi sa numri i qimeve të deleve të fisit Beni Kelb. Thuhet që për këtë fis ka pas dele, sa që kur i shifshe në përlëndi, në përkodra u mushnin kodrat plot. Ti qimet e një deleje nuk i numëron dot. Ndërkohë profeti thot sa tufa e këtyre deleve të fisit Beni Kelb. Pra një mëshirë shumë e madhe, elhamdulillah. Por thot, vetëm fytyrat e atyre të cilët bëjnë shirk Allahut dhe atyre që ushqejnë urrëtie dhe armiqësi ndaj muslimanëve, të atyre që shkëpusin marrëdhëniet me të afërmit, të atyre që mburren dhe janë mendje mëdhej, të atyre që nuk u binden nënës dhe babës, të atyre që vazhdojnë pirjen e alkoolit, nuk i shikon Allahu i lartësuar me falje në këtë natë. Pra i fal dhe i mëshiron të gjithë njerëzit, vetëm nëse janë idhujtari në shirk, besojnë diçka tjetër përpos Allahut. Nuk fal ata që kultivojnë armiqësi dhe porçarje me njerëzit, këtu mund të futen magjistarët, ata që bartin fjalë, thashë the magji, që fusin nga tresa në për familje, në për njerëz, ata të cilët vazhdojnë thot, pin alkool, nuk kanë hequr dorë, nuk janë penduar, ata të cilët nuk ju binden nënës dhe babës, po i kundërshtojnë, dhe ata të cilët ndërpresin lidhjet farefisnore, lidhjet e gjakut. Kush e bën diçka të tillë, nuk do të përfitojë nga kjo mëshirë e madhe e Allahut të lartësuar.